Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, orët me diell mbizotruan në pjesën më të madhe të ditës dhe vlerësirat kanë qenë të pakta dhe kalimtare. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 14 metrë për sekond, dallkuzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 17 deri 32 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 19 deri 37 gradë dhe në Bregdet nga 20 deri 34 gradë Celsius. Ditën e mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet jetë kryesisht i kthiellit me vlerësira të cilat pritet të jenë të pakta dhe kalimtare përgjatë maleve, ndërsa era do të vijojë frymë drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 12 metrë për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 15 deri 33 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 18 deri 38 gradë dhe në Bregdet nga 21 deri 35 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi më të kthiellë, vlerësira të pakta dhe kalimtare në orët e mesditës dhe përgjatë relieveve malore. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi më të kthiellët me vlerësira të pakta deri mesatare, ndërsa vendet skandinave, Europa lindore, pritet të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme dhe të lagështa. Moti aty parashikohet të jetë me vlerësira me rreshtë të erpashersh me shiu, me intensitet të ulët, lokalisht deri mesatar në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike. Të kemi përfunduar, falenderoj për domosdoshmërinë, bashkë me takofshi.